shkakut. Nuk është se vërtet ajo Vjera e lidhi shumë është që ka një filozofi për jetë. Po çka do von rregulla, pra nuk është e rregulla. Është e komunikimit e dashamirësia për të dhënë vendin njëra tjetrës. Nëse ne nuk vëmë ca rregulla me njëri tjetrin. Rregullat janë në familje, pra nuk e vë Vjera rregull. Po jo, për atë. Kjo ka një që po flasim kurse unë nuk e gjithë tjetër që ju s'po e thoni fare. Nuk ekziston asnjë shans që të mos zihesh. Po të dish dhe me burin, normal. Nëse nuk zihesh je ndarë, ka një mënyrë. Ka një mënyrë të ta them. Po unë kam syt këtej, ti ke këtej. Të ta them, ka një mënyrë të ta them. Po. Ashtu. Ka një mënyrë për ta shmangur. Ore njerëzit edhe kur flen gjumë gërhasin edhe prishin fare. Ka një mënyrë për të shmangur sherrin është pjesë e dashurisë. Ditën e parë e merr fajin ti. Ditën e dytë i jep të drejtë gruas. Ja u si. Po, kjo ka drejt. Kjo po. Kjo është gjithë e thjeshtë. Kjo është me drejt, kështu duhet të parë mbafajin ditën e dytë gruaja ka faj burri. Sa herë që ka faj burri? Ka të drejtë gruaja. Ka të drejtë. Ti herën e parë ke ti fajin, herën e dytë ka ajo të drejtë. Edhe kjo nuk e zgjidh sherrin. Se nëse ti jep gjithmonë të drejtë gruas, gruaja nuk ka me këtë zihet. Jo, do mendoj, gruaja do mendoj pse më jep të drejtë gjithmonë mua, do të. Jo problemi, ka një problem këtu që më do dali helmi o vllambur. Ore shkon ne dalim në shtëpi, marrim helme. Vim në shtëpi, ku do vemi o vlla? Ku do vemi o vlla? Ka nevojë për pak divërsitet. Po çfarë faj ju ka gruaja ju, domethënë, kjo që ka biseda më e këndshme në botë, po shijoj sherrin e burrave. Nuk pas ka më lezet të madh se ka. Po pse ju tremi ne? Jo, ne po ta shofësh, keni zënë kohën edhe po ulërisni dhe po jepni të drejtë vetes. Kto më nervozojnë më shumë? Jo, më asnjëherë me mua e keti tani. Ju bëni sherrë, me mua e keti. Me mua s'ka problem fare. Hiç fare. Dhe kjo është për të kuptuar që lërit e tjerë të bëjnë. Megjithatë, të kthehemi te realja. Në Shqipëri, me çfarë na ndodh jashtë derës së shtëpisë? Që ne s'po bëjmë shumë fëmijë. Pse? Dikur kishin 15 fëmijë o vlla, edhe s'kishe kohë të bëje sherr. Ore nuk piptinte njeri në familje, më thuaj që e kam gabim. Ja, edhe s'kishe kohë të bëje sherr. Fëmijët janë bekim. Fëmijët janë bekim për familjen. Ato që s'kan fëmijë, prirën të ndahen dhe fëmijët janë bekim. Kishte burra, pra kishte burra. Fëmia nuk kthen kokën. Çam tregon mua? Jo, po shiko, sepse dhe ajo është mungesë komunikimi dhe ajo është mungesë bashkëpunimi. Po jo pra kjo është... Agenda ti tani. Ato thuaj, kështu që unë do me këto agendën do vazhdoj gjithmonë. Që mungesë e komunikimit dhe të... S'kemi ko për leksion, jemi në mesazhe. Ajo që tha Erion... Po, se jemi në minutat e fundit. Po. Në sociologji, funksioni konstitucional quhet ai që mban në këmbë lidhjen midis një gruaje dhe një burri. Domethënë funksioni konstitucional. Bëj sa më shumë fëmijë. Është dashuria. Vjen një kohë që funksioni konstitucional sociologjikisht zbehet. Po. Dhe ka nevojë që të ri për të rihet. Po. Në fillim i thon çiftit. Puçi, pastaj fillon pa. Të shuani sherret bëni një fëmijë. Po. Dhe sa herë që lindin sherret, familja tradicionale këshillonte çiftin të bënte një fëmijë. E dela të Erioni. Pra sa më shumë fëmijë të jenë, aq më pak sherrë ka. Prandaj gjyshet tona kishin nga 90 e 11 fëmijë. Jo, martesa. Se pas kanë bërë shumë sherrë. Një sekond. Po, është kjo. Nuk qëndron, domethënë nuk qëndron. Po, është e sonti këtë. Po, që ka zënë gjysha me gjyshin tonë. Se ku diun ajo gjyshja ojnë. Pa pas çfarë gjyshja më uzon. Gjyshja me gjyshin. Gjyshja se ka dëgjuar herë zëri. Ose se ka pas atë shans fare. Në mesazh. Jemi në mesazh. Mesazhi duam një vënçe. Një vënçe. Për sherrin shtëpi. Për kufizim apo si ta zgjidhësh? Sherri duhet se ushqen shpirtin. Ja, teja e para. Sherri është i nevojshëm sepse ushqen shpirtin. Ushqen shpirtin. Po me karara mase, edhe ditë për ditë të lutem tani. Atë kararin gjej ti. E kuptova. Nuk e diu, nuk të gjet. Po na vjen karaj me dru? Sherri që nxjerr si produkt zgjidhjen e problemit është i shëndetshëm. Është i shëndetshëm. Ky është për kufizimi që japun. Sherri që nxjerr si produkt. Po, e kuptuam. Se kamera xhiron. Sherri nxjerr si produkt që njëri është më i vlefshëm se tjetri, atëherë ai sherr pastaj që duhet shkuar te avokati për të kërkuar ndihmë. Avokati merr policinë, s'ka zgjidhje. Jo, avokati merr lekët, mos. Do të lë për në fund ty. Po pra, se ta dëgjojmë avokatin. Unë ec me parimin që sherret nuk sjellin të mira dhe duhet të jesh në një moment adult për ta buzëqeshur përpara tjetrit atë mendimin që e ka kundër edhe kaq. Dhe për mos shkuar më tutje. Jam shumë në paqe sot. Je shumë në paqe sot, nuk e di çka ke. Pas sherrit ka seks? E mira dhe... Jo, pa ajo e buzëqesh, nuk ka sherr. Ka lidhje. No, po ajo s'ka sherr, se kuptove. Jo, prit.
Ti sa po e the atë? Ti the kur zjeshin në korat e vjetra i bënin Bëni kalamaj. Po jo, pra, po, tani kjo tha nuk ka sherë se e Sherri s'ka buzëqesh zë të mirë, pash. tha zonja dhe e tha shumë mirë, po unë nuk e kisha tek e mira, se e mira dhe produktive janë dy gjëra të ndryshme. Normal, po. E kupton, sherri nuk është asnjëherë i mirë, ama produktiv dhe i shëndetshëm është gjithë një problem. Sepse sa po thoshte që nuk i ndërpres zonjat, e kupton? Do të thënë, sot ka ndodhur kjo, do e mas kohën, realisht do e mas kohën e asaj që është folur sot. Tani, pas debateve dhe pas momenteve të vështira, sigurisht që ka puçi-puçi, siç ke qef ta thuash ti në çift. Megjithatë, pas një sherri dhe se si unë e shoh sherrin, nuk mendoj se ka dakordsi për të bërë diçka më tepër. Okej. Dakordsi. Subjektiv. Pas janë zënë, Dakordsi duhet. Subjektive, nuk mund të bish dakord me atë, se ka njerëz që mbas Ja, sherrit të e kanë lutem, sherrit. Rolandi, të lutem. Këtu kemi probleme pastaj. Ua, Rolandi. Se nuk mund të funksionojë Po që me nuk mund sherrët të kalosh në dakordsi një mendim të subjektiv. gjuhemi me tenxhere dhe me celular dhe pastaj të ndodh kjo gjë. Jo, nuk mund, folën për atë sherr, folën për atë që tha. Shiko, nuk mund të kalosh për mendim të përbashkët një mendim subjektiv, personal. Nëse një njeri, shumë e thjesht, shkoj, se jemi në televizion, mund ta them një Ishte shumë e saktë ajo që tha. se na dëgjojnë njerëzit tani. Ishte shumë i Nuk saktë. mund të japësh për kufizimeve tjake të kalosh si dakordsi. Se në qoftë se unë ngatroj mendimin tim personal, të ngatrosh mendimin personal me mendimin publik, është njësoj si të ngatrosh një shtëpi private nga një shtëpi publike, mo. Jemi Ore, shtëpia publike është tjetër gjë, valla. Po pikërisht, mo. Po ti mendime publike ja fiktu se na bëj. Jo, mendimi personal, ta ngatrosh tash, po, ka pesensi. Se ka kuptim tjetër. Avokati se... Po batuta ishte e bukur. Vënçja e Rolandi? Sherri ishte shëndetshëm kur nxjerr produkt. Unë them që martesa, Unë jam dakord. Po, jo, jam dakord. Martesa nuk është dashuri e përjetshme, por është përpjekje e vazhdueshme për të krijuar një familje e cila të arrijë stabilitet. Që po nuk ka të dashurinë e përjetshme, nuk krijohet kurrë. Jo, e ke shumë gabim. Jo, ke ti shumë gabim. Është përpjekje e vazhdueshme, pra ne duhet të përpiqemi vazhdimisht. Pa dashuri gjithë jetën ti do përpiqesh, e do ta bësh. Nuk e bën. Ku ke dashurinë përjetshme? Ku gënjenti? Po një sekond ti me sherr. Po patjetër që e ke, po merr forma të ndryshme. Po gënjen vetën, mos gënjen dot publiku, mos gënjen vetën. Teja është e dashuruar përjetësisht. Po patjetër, po vetëm se merr forma të ndryshme hera herë. Gënjen ti, more, ti se çfarë po thu. Herë tu jap drejt grus tani po thuaj ai te grusës kemi dashuri përjetshme. Jo. Ne po përpiqemi për çfarë? Dashuria nuk është për hir të asaj çka ti gjen tek partneri, qoftë tek gruaja ose tek burri, sepse një ditë bukuria shuhet, një ditë do plakesh, një ditë do plaket dhe burri. Jo, edhe ai plaket. Dashuria që nuk shuhet është dashuria për hir të diçkaje që i lidh bashkë personat. Familja pra është shenjë. Në konkret për mua jo. Në rastin konkret për mua është dashuria për hir të asaj që na bashkon, që është parimi i Zotit. Unë dua dikë për hir të Zotit, dhe Zoti nuk shuhet asnjëherë, dhe do të jetë dashuri e pafundme. Pra ne u them që është përpjekje e vazhdueshme për hir të asaj që na lidh. Mua për shembull me familjen time më lidh një gjë që është Zoti, dhe unë kam atë. A se lidh dashuria ty, lidh. Mua më lidh dashuria për hir të Zotit. Pra mua më lidh dashuria për hir të Zotit, dhe kur e do për hir të Zotit dikë, e do në atë forme, që ti e ke dashur. Tjetër dashurie që se kemi njohur ne. Kjo është një lloj dashurie që ti fut, pra çfarë do të thotë dashuri për hir të Zotit? Pra çfarë do të thotë dashuri për diçka? Ti duhet të kesh diçka të shenjtë, që në rastin konkret unë kam Zotin. Dhe atë e adhuroj, vetëm atë adhuroj, dhe unë e dua dikë në atë lloj mënyre se si Zoti e ka krijuar dhe çfarë ajo e adhuron se si ajo e adhuron Zotin. Do them edhe një gjë. Pra, nëse ne shkelim, këto janë rregulla të vazhdueshme. Dëgjoj, një çift që nuk ka parime në jetën e vet, s'është pak hipotetike kjo lloj dashurie që po na shpjegon. Dashuria më e madhe se ne jemi mësuar në atë dashurinë e prekshme. Vetëm Zoti, sepse është vetë Zoti ai që ka thënë që nëse ju e dashuroni njëri tjetrin për hirin tim, unë do t'u ashtoj ju dashurinë. Të gjithë ato njerëz, ja po ta them edhe këtë. Të gjithë ato njerëz, qoftë në Bibël, qoftë në Kur'an, qoftë në libra të tjerë, të gjithë ato njerëz që duhen për intereset e kësaj bote, e sigurt që ato do janë armiq me njëri tjetrin, sepse do të prishin interesat. Por ato që duhen për hir të diçka që është më e madhe se ne, që në rastin konkret është Zoti, ajo dashuri vetëm do shtohet, sepse nuk ke interesa me njëri tjetrin, nuk prekin interes. Zoti teolog falenderoj për këtë. Unë do të shtoj një fjalë, do ta shtoj realisht pa një sfond me zhurma dhe ma bëni halal në këtë pikë. Ishte tryeza tipike që kupton, sherri është zëri më i lartë dhe mbizotron burrat. Jo, më tani, kjo vetëm kjo ka fal si gjithmonë në të gjitha rastet e sherreve. Jo, në të gjitha rastet që ata ankohen, thuaj vëçën tënde. Ne kuptoj Rolando do t'i marrë që sherri nuk e shpjegon dot kush nuk e ka bërë. Normalisht ti nuk je njeri sherri dhe kështu që të ngeli pak hapësirë. Jo, nuk ka problem fare. Ne kemi qef. Unë dua që atëherë unë po them këtë gjë që është shumë e rëndësishme të ma kapi kamera.
familja nuk ka të bëj me artin e dashurisë. Familja ka të bëj me artin e kapërcimit të sherreve. Që bëhet vetëm nga dashuria. Që bëhen nga Patjetër, me dashuri bëhet. Kur ishim të rinj, ziheshim, po mbani mëri me ditë dhe me javë të tëra, mbani minat. Tani zihemi nuk mbaj mend se jemi zënë. Pra, kjo është një përparim në dashuri. Kështu që ju këshilloj që të bëni durim, me kalimin e viteve do bëhet edhe më keq, kështu që mos e çani kokën, ecni përpara. Dhe për ta mbyllur, jo. Fiton ai që ka përxen dhe pengesën e fundit. Po, dhe për ta vazhduar, isha dakord totalisht me atë që tha. Pra, nëse ka sherr në familje, ku gjithmonë rezultati është një zgjidhje pozitive për familjen, është edhe dashuria në mes. Dhe kjo e çon gjithmonë përpara. Dakor? Do e shtoj edhe një gjë të fundit, se nuk mund të ripa e thënë, në fushën time. Shiko, sherrët në familje, në praninë e fëmijëve, që orientojnë fëmijët. Që kujdes kur boni sherr, futuni diku dhe boni sherr si çift, ama jo në sytë fëmijëve. Ku edhe një herë këtë para kamerës? Mos boni sherr në sytë fëmijëve, po ndërtoni një model të gabuar që pastaj replikohet edhe shton dhunën. Shumë e vërtet. Mirë. Do të shkojmë në publicitet dhe me njëherë do takohemi këtu, sepse jemi live në këtë të premte si gjithmonë nga Bardhëzia me ndeshjen Bardhëzi.